Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ju thyen enët në shtëpi dhe ndjeni të lodhur. Këto 5 gjëra hiqini menjëherë, po ju sjellin fat të keq. Kur objektet fillojnë që të thyen shpesh dhe zhduken, Feng Shui paralajmërojnë se kjo mund të jetë lidhur me energji negative. Në shumicën e rasteve, kaosi në shtëpi fillon për shkak të akumulimit të energjisë negative. Thyerja, dëmtimi dhe humbja e gjërave sipas Feng Shui tregon se energjia negative mbahet e grumbulluar në shtëpi dhe mund të jetë pasojë e rrëmujës së punëve të grumbulluara ose mas favorizimit të Feng Shui dhe bllokimit të fluksit të energjisë. Nëse keni rrjedhje të ujë në shtëpi me shumicë, mund të keni mundësi me problemet financiare. Mendoni nëse i shpenzoni edhe parat në mënyrë racionale dhe nëse ja vlen të kurseni më shumë. Nëse vazhdimisht ju mungojnë gjëra të vogla që ju nevojiten si karficat, liset e flokëve, çelësa, çorape, kapele, ndoshta jeni një person egoist dhe quani më të rëndësishme nevojën për dëshirat tuaja. Gjithashtu jeni dembel dhe preferoni të delegoni përgjegjësitë të tjerëve. Enët e thyera dhe të plasaritura, të çara dhe monitorët e pasqyrave tregojnë se në shtëpi po shpërthen një konflikt i madh. Nëse nuk e hiqni qafe gjërat e thyera me kalimin e kohës, grindjet mund të përfundojnë në ndarje. Dëmtimet e shpeshta të pajisjeve elektrike dhe dhampave tregojnë njerëzit se i përkasin të shkuarës që nuk ju duan. Lumturia juaj i pengon ato që jetojnë në paqe. Prishjet e shpeshta në shtëpi tregojnë një marrëdhënie toksike në të cilën ju jeni gjithmonë më pak të respektuar. Gjëra që zhduken përgjithmonë tregojnë edhe stagnacionin. Ato janë në sinjal për diçka që është e vjetëruar dhe duhet të braktiset duke krijuar hapësira për diçka të re, interesante dhe pozitive. Rekomandohet që të pastroni rregullisht energjinë e shtëpisë dhe do të bëni përsëri edhe hedhjen e gjërave që nuk ju nevojiten dhe ato të cilat ju vjedhin hapësirën. Në mënyrë që energjia e shtëpisë të jetë e shëndetshme, hiqni gjithçka të thyer dhe të plasaritur dhe riparoni me gjëra të mira. Gjithashtu është e rëndësishme të mos neglizhoni edhe gjërat të cilat i varni nëpër shtëpi. Shumë njerëz i duan dekorime të ndryshme në muret e tyre ose mbi inverterat ose diçka të cilat janë të vetëdijshme sepse mund të sjellin energji negative. Orët që spunojnë mos i mbani në shtëpi sepse kjo është gjithashtu një shenjë vërtet të keqe. Sigurohuni që të gjitha orët e shtëpisë suaj të jenë në punë. Çdo gjë që ju shkakton negativitet duhet të hidhet nga shtëpia, po kështu për të gjithë ata që i duan pikturat, duhet të kenë kujdes dhe që në momentin e pikturimit është gjithashtu piktori i cili ka hedhur ndjenjat mbi atë letër, ndërsa piktura përmban një tematik. Pikturat të cilat paraqesin dhunë, luftë, shkretëtirë dhe çfarëdo që lidhet me humbjen e jetës duhet menjëherë të hiqet nga shtëpia. Po ashtu, lulet e plastikës sipas mitologjisë kineze ndjellin sëmundje dhe negativitet. Edhe nëse këto gjëra janë të dhuruara, nuk është e vlefshme të mbahen në shtëpi, edhe pse ju duken të pakëndshme, por nuk mund të dini se çfarë mënyre mund të sjellin energjinë tek ju. Këto gjëra duhet i largoni me patjetër nga shtëpia. Shtëpitë dhe vendet tona të punës duhet të jenë vende të sigurta të pushojnë dhe të krijojnë. Të kesh një vend ku ndihesh rehat dhe i fuqizuar për të bërë atë që mendon se është e drejtë, është shumë e rëndësishme për shëndetin mendor dhe shpirtëror. Vendi juaj i punës nuk duhet të jenë një qelip burgu, por një platformë ku shprehni dhe krijoni. Këto vende mund të marrin energji negative ose ndonjëherë të krijojnë energji negative. Kjo nuk është as produktive dhe as e shëndetshme. Në këtë video do ju tregojmë disa mënyra për të ruajtur hapësirën tuaj dhe të transformoni energjinë sipas preferencës suaj. Duartrokitje me qëllim. Energjia mund të ngecë në qoshe, në rafte, mbi shkallë ose kudo përreth jush. Që të futësh jetën në hapësirën tënde, ec nëpër shtëpi për të nuhatur ku ka energji stagnative dhe negative. Kur ndjeheni edhe atë pranë jush, përplasini duar dhe fokusoni në performanca pozitive dhe produktive. Krijoni hapësira për qëllime specifike. Duhet të përpiqeni të ndani hapësirat tuaja në hapësira veprimi dhe qëllimi. Për shembull, lloma juaj e gjumit për të fjetur dhe për të pushuar, kështu që hiqni televizorin, gjithashtu tavolinat dhe çdo send tjetër që nuk ka lidhje me gjumin. Duhet të përpiqeni të specifikoni hapësirat për të mbajtur sa më shumë energji të fokusuar në secilin prej jush. Digjni aromatizues.
Shkoni në një dyqan shëndeti dhe blini disa prej shkopinjve me aromë. Sherebela në mënyrë të veçantë është shumë e mirë për dobimin e energjisë negative, shpirtrat dhe krijimin e energjive pozitive. Lloje të ndryshme të aromatikëve me djegje ndryshojnë energji negative në energji të ndryshme potenciale. Së pari, hapni dyert e dritare dhe përhapni aromatizues që digjen në secilin dhomë, korridor ose brez shtëpisë. Pas pak ose kurdo që mendoni se është koha e duhur, mbyllni dritaret dhe dyert. Ditën tjetër bëni të njëjtën gjë dhe lini mbyllur dyert dhe dritaret. Mbajeni pastër. Nuk është e thjesht të jetë pa njolla hapësira juaj, por kurrë nuk duhet jetë e shpifur ose e pa organizuar për periudha të gjata. Kurrë mos lini enët e pista dhe ushqimet gjysmë të konsumuara kudo nëpër shtëpi. Rrëmuja në zona të ndryshme mund të thithë energji negative dhe të krijojë ndjesinë e kaosit. Blini lule dhe vendosini ato kudo. Lulet jetojnë duke thithur toksina në ajër dhe duket se mund të ndryshojnë edhe cilësinë e tij. Ato kanë nevojë vetëm për dritën e diellit dhe ujin për të prodhuar energji të shëndetshme dhe produktive. Sigurohuni që të gjithë të pastroni edhe gjethet e kalbura dhe degët e thyera. Nëse lulet tuaja thahen, largojini menjëherë. Një lule e tha do të jetë një pikë fokusi për negativitetin dhe do të konsumojë energji pozitive në ajër. Ndryshoni dhe ndryshoni. Lëvizni urendit në shtëpinë tuaj një herë në muaj. Kjo do ju ndihmojë të shikoni se çfarë gjërash ju nevojiten dhe çfarë gjërash nuk i përdorni. Hidhni edhe sodhuroni gjërat që nuk i doni. Gjërat e tepërta përthithin energji produktive ose pozitive. Teksa lëvizni gjërat, luani dhe hapësira dhe shikoni se secili rregullim sjell dobi dhe pengon pozitivitetin në produktet e hapësirave. Ndjekja e këtyre ritualeve sipas Feng Shui thuhet se mund të sjellë edhe ndryshime të mëdha në jetën tuaj të përditshme. Gjithashtu të largoni negativitetin nga shtëpia juaj do të sjellë edhe një ndryshim të madh për shëndetin. Ka disa objekte që nuk janë të pranishme që duhet të mbahen në shtëpi, mund të rrisin fluksin e energjisë negative. Kështu në këtë listë do të rendisim disa objekte të cilat nuk duhet të mbaheni në shtëpi. Objektet që lëshojnë negativitet. Ne nuk duhet të mbajmë në shtëpinë tonë dhurata të njerëzve që e dimë që janë ziliqar ndaj nesh. Por më tepër është mirë të heqim qafe ato objekte që i përkasin ose na ishin dhënë nga njerëzit me të cilët marrëdhëniet përfundimisht papritur janë ndarë. Bimët artificiale dhe lulet e thata nuk duhet të mbahen në shtëpinë tuaj. Bimët artificiale dhe kompozimet e luleve të thata shpesh gjejnë një vend në shtëpinë tonë, por nuk duhet ta kenë atë, për shkak se ato në jetë mund të rrjedhin edhe në energji që ndikojnë negativisht në bilancet e energjisë së shtëpisë. Ndërmjet luleve të freskëta preferoni të mos zbukuroni shtëpinë me karafila. Gjithashtu, bimët kaktus dhe me gjemba duhet të evitohen nga shtëpia sipas Feng Shui thuhet se sjellin energji të këqija. Dhe kjo është më të vërtetë e habitshme sepse këto bime janë të rekomanduara edhe pse janë të afta të thithin rrezatimin e telefonit, kompjuterit ose pajisjeve të vogla elektronike. Pasqyrat e thyera ose të ngjyrosura duhet të largohen menjëherë nga shtëpia juaj. Pasqyrat duhet gjithmonë të jenë të përsosura. Asnjë pasqyrë e thyer e ngjyrosur në gjendje të keqe nuk duhet jetë në shtëpinë e një personi që beson në forcë dhe në fuqinë e energjive pozitive dhe negative. Dhe Feng Shui mbështet rëndësinë që të keni gjithmonë pasqyra shumë të pastra dhe kurrë nuk duhet t'i vendosni ato rreth zështratit. Thumbat në pjesën e poshtme. Ju kurrë nuk duhet të ruani fshesës nëse shpon pjesën e poshtme, sepse ja u largon dashurinë dhe qetësinë nga shtëpia. Gërshërët. Lënia hapur e gërshërëve tërheq fat të keq. Sigurohuni që gjithmonë ato t'i mbani të mbyllura mirë dhe gjithashtu edhe në vendet e sigurta. Këto janë disa rituale sipas Feng Shui se thuhet se sjellin energji pozitive dhe ndryshimi i tyre në jetën tuaj të përditshme do të ndryshojë edhe fatin tuaj. Kjo video ka për qëllim të informojë rreth besëtnive dhe të mos ndryshojë besimet tuaja ose atë që ju mendoni rreth kësaj çështje. Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë tu.